2004-ën kem vendos me Beharin me kriju në kompani të përbashkët. Nëse flasim për arhitekturën përgjithësi, pa marrë parasysh se një objekt ai ka 2 metra katror, shpesh i përmendi këtë, apo ka 20.000 metra katror. Unë mendoj që procesi i projektimit çdo herë është i njëjtë pra. Dhe zgjata, po arhitektura është po e njëjtë ajo çfarë jemi dhe ne. Po filloj spari si do zakoni, do të thotë me patjetër falënderimin Vlertës dhe Nesilës, gjithashtu edhe Armandit për iniciativën që keni marrë, rast unik që të falenderoj edhe nëpërmjet audiencës gjerë, po edhe për te njësisë që kemi, do të thotë mendoj që është një projekt unik dhe do të lënë gjurë në spaku në këto treba tona për cilat pra ne megjithatë po mundohemi të lëm si krijues, pra si arhitekt, si artist, një gjunë që të na kujtojnë mbasi dikush mas sa vitesh apo ca shekuish. Me Beharin jemi që nga studimet, pra unë këtë institucion marr pjesë edhe në renovimin e këtij objekti ku ndodhemi, pra në kohën kur kem studiu bashkë, pastaj unë kam vazhduar edhe me sikurse një pjesë kolegëve të mirë, do të thotë në pranë Universitetit Prishtinës si pedagog, pas luftës firmën, kompaninë time Arç grupe kam kriju në 97-ën, dhe më pas luftës do të thotë 2004-ën, se zgavoj, kem vendos me Beharin me kriju në kompani të përbashkët. Në Beharin atë kohë ka pas ashtu kompani të vetën, tregon më tepër për detaje. Dhe që nga 2004-a, do më thonë, zyrtarisht jemi bashkë, përndryshe kem qenë akoma dhe para asaj kohe, do të thotë. AB Group, pra kompania jone përbashkë, daton pra që nga 2004 dhe me baticat dhe zbaticat, akoma sot e kësaj dite mundohet të jetë solvente dhe të jetë prezente në tregun, jo vetëm do të thotë kosovar, ne pashtu kemi një ekspozitur, një kohë kem qenë më aktiv në Tiranë, marr pjesë në disa projekte të cilët tashmë do të thotë besoj që janë përfundim e sipër, sikurse që është Kodra Dielli 2 dhe disa projekte tjera, mini projekte të quajmë Bregdet në Çeparo e kështu me radhë. Në Kosovë ka mjaft projekte të cilët janë, gjithë ata që janë të interesuar edhe ta vizitojnë webfaqen tonë, e cila është updateuar para një 10 viteve. www.abgroup .us apo .us. Kështu të mos më lodh me detaje tjera, kaq pika shkurt tani kartë vizite kompanisë. Nëse flasim për arhitekturën përgjithësi, pa marrë parasysh se një objekt ai ka 2 metra katror, shpesh i përmendi këtë, apo ka 20.000 metra katror. Unë mendoj që procesi i projektimit çdo herë është i njëjtë, pra. Në këtë kuptim, pra sasia nuk çon pesh. Çka çon pesh janë sfidat, janë lokacioni, është konteksti, është programi, me patjetër. Në rastin konkret edhe ne kemi qenë edhe hartues edhe të programit të Shkollës së Muzikës në Pej. Ajo shka vlen të theksohet me kërkesë edhe të Kuvendit Komunal, kryetarit në atë kohë dhe tash aktual pra Gazit, Gazmend Magji, zoti Gazmend Magjirit, është përcaktuar lokacionin, me patjetër me vendim të Kuvendit, po lokacioni ka qenë, për ata që e dinë, pra ku ndodhet Peja dhe ku është parku i Karagaqit, ka qenë, s'po themi i pamundun, po për një shkollë të muzikës, dhe ju me të drejtë përmendet ku çështjet kryesore janë jo vetëm akustika, po në radhë parë është dhe izolimi, se këto dy gjana nga një herë edhe nga profesionistët përzihen. E bën gati situacionin e pamundur për faktin se objekti ndodhet në 2 rrugë frekventive dhe me distancë nga vija publike, vija ndërtimore me vijën publike është jo më tepër se 1 metër e gjysmë. Pra, sfida parë ka qenë se si do ballafaqohemi me probleme teknike që objekti të funksionojë, pra ne mund të bëjmë objekt fenomenal dhe pastaj mos jenë funksional. Dhe dyta pastaj ka qenë edhe çështjet e akomodimit dhe vendosjes së një programi mjaft kërkues në një situacion i cili realisht nuk i plotson ato kushte. Pra është situacioni shumë i vogël për 150 deri në 200 nxënës, sa është para në atë shkollë muzikës. Objekti zhvillohet në 1000 metra katror,
Fillimisht në 3 etazhe, po më pas fatkeqësisht dhe këtu nëse kemi kohë do elaboroj edhe një çik më pas, ndodh një fatkeqësi pastaj etazhe e bodrumit ku na shkon edhe salla kryesore e prezantimit, një sallë e cila ka qenë me trajtim fenomenal akustik dhe me jo pse është projekti jon, po kushtet e vendosjes e një auditorit në 9D është shumë e përshtatshme se sa kur vendoset e mbi dhe për ata që janë profesionistë e kuptojnë çfarë po flas. Na humbet se shpërthen gypja atje në Karagaq, pastaj ndodh ligji Arkimedit ku përmbyset komplet bodrumi. Fatmirësisht për herë të parë bëjnë hidroizolimin e mirë të bodrumit, dhe ai përmbytet krejt, kështu që na humbet bodrumi dhe ne humbim sallën. Që objekti efektivisht zhvillohet vazhdon pa bodrum dhe ne humbim atë sallë. Kështu që vetëm sallë është një sallë improvisuar në pjesën e hyrjes, e cila është polifunksionale, po vetëm sallë e madhe është hapësira për shumë qëllime, e cila në kuadër të objektit nuk i plotëson gjitha kushtet për faktin që pjesën e fasadës së pestë ka me qelç, dhe qelçi, siç e dim gjithë, nuk është i përshtatshëm për akustik. Vlen të theksohet që arhitektura e objektit apo frymëzimi i parë është nga vetë dispozita apo lokacioni i bjeshkëve të Nemuna dhe Pejës, si e tillë pra Glykës Rrogovës, dhe objekti si tillë si siluetë e mimikron këtë. Ka qenë edhe dëshirë edhe kryetari që pjesa e siluetës së bjeshkëve të shifët dhe të mos tjetë një ruptur, pra një shkëputje nga konteksti i lëvizjes urbane në kuadër të asaj sekuence të lëvizjes të parkut pra pejanëve, vizitorëve etj. Etj. Pjesa tjetër ka qenë induktuar për faktin që ne është dashur me majtë një rigiditet strikt të vijave urbane, pra të kushte urbanistike, normativës urbanistike, por edhe hapjeve minimale, pra dhe ato hapjet minimale pastaj na lind idenë që ta mimikrojnë pra tastierat e pianos, e cila pra për një pjesë të auditorit pra dhe si më thani, i sugjeron apo i thjesht i mimikron atë pjesë të tastaturës së pianos dhe për dikend duket është mjaft joshse. Sa i përket pjesës estetike. Pjesa funksionale, thashtë edhe njerë, kompromitohet, megjithatë objekti ka një auditor për më tepër se 120 persona, ka më tepër se 6 klasa klasike pra me trajtim akustik dhe me zë izolimit, ka hapësirën për solfeggjo, ka fonotekën, ka hapësirën e veçantë për prezantime me piano, ka hapësirën e veçantë për solokandimin, dhe përmbajtjet e tjera të cilët janë utilitare. Pra kam pika të shkurta tash mos me bë tepër teknike këtë. Fatkeqësia në këtë republikë në të cilën jetojmë është e përmendën edhe parafolsi, domethënë mos përmbyllja e legjislacionit dhe sidomos pika më e dobët, domethënë 2 pikat kyçe spaku që i kemi identifikuar deri tani, edhe si kompani po edhe individualisht, është mos ekzistenca e një mbikëqyrje kualitative dhe përgjegjëse, pra as in accountable, pra ti është përgjegjës për atë për cilën vë nënshkrimin apo firmën. Dhe pjesa tjetër është me patjetër ligji i prokurimit, i cili akoma favorizon në ofertën më të lirë, dhe ne kem pas pa dashur do të thotë përmendem apo firmë, një firmë e cila ka qenë specializuar për makina, ka fituar tenderin edhe për ndërtim, dhe kjo flet mjaft, do të thotë, ligji gjithçkancuazat ligjit. Dhe në këtë kuptim do të thotë ka qenë sfidë e veçantë, s'po them, është fjalë e rëndë riedukimi, po harmonizimi i elementeve, sidomos të projektit zbatues, me dinamikën dhe me si më thonë, kërkesat specifike të projektit. Ne po përmendim vetëm një detaj, kur na vjen kontraktori duke ankuar se dyrt ka një kosto shumë më të madhe se sa është paraparë. Ndërkohë që do të thotë ne ja tërheqim veten se nuk janë dy zakonshme, se janë akustike, duhet të ketë minimalisht zë izolimin prej 65 deri në 75 decibel. Dhe ajo thotë po unë nuk mund të përballu financiarisht. Dhe ne e dërgojmë prapë te autoriteti komunal, i cili thonë nuk është problemi jonë, është juaj, si ju keni ofertuar, është e bajshit më shtë. Po problemi ngelet, domethënë. Dhe këto njëna prej, domethënë.
pa hyrë në fasad, pa hyrë në materiale të cilët pastaj korrigjojnë apo përcaktojnë riverberimin e saktë në kuadër të ambienteve. Dhe duke qenë edhe pedagog, fatkeqësisht atë pjesë të cilën në fakt fatmirësisht të cilën e ushtroj në fakultet dhe në akademi, po duhet me ushtru edhe jashtë saj, pro bono, me kontraktor të ndryshëm dhe me pjesëmarrës tjerë të procesit të ndërtimit, i cili është mjaft kompleks. Nëse mburëm për diçka, domethënë të fletaj patrioti nga brendësia ime duke qenë dhe kosovar patjetër. Dhe këtë termin kosovar nuk e kam ditë deri përdesa nuk e vizitova Shqipërinë në 96 në Dutut. Dhe kuptova që jam përveç shqiptar dhe kosovar. Dhe kjo është debat i veçantë. Dhe pse përmend këtë? Se flasim pyetja juaj ka të bëjë me identitetet dhe identitetet janë të ndryshme dhe duhen me qenë të tilla, pra duhen me qenë diverse dhe duhen me qenë sa ma tepër ngjyrat kanë ato. Megjithatë ajo çka na mungon dhe si komb, po me patjetër dhe si profesionist është forcë centrifugale e cila na përmbledh këto vlera dhe vlerat të cilat pastaj krijojnë si më thon frekuencë apo vibrim për ne, për brezat që vinë dhe për ata të cilët pra projektojnë një jetë në këto treva dhe më gjerë. Thanë këte, mas shumë t'i qka qmoj në pjesa e patriotizmit, pra është gjuhën cilën e flasë, me cilën mundohem që për çdo ditë ta përmirësoj tjera. Mendoj që kem një prej trashëgimive më të mëdha, gjuha shqipe. Dhe thanë këte, fatkeqësisht ne njihemi me gjuhë lakonike, po nuk muj me gjetë pak fjalë për me folë për temën për cilën sapo pyete. Domethënë kjo bezovron një vit të tërë pra të studimeve, tjera. Po do mundohem prap të bëj një përmbledhje të asaj se çka mendoj, do të thotë sa i përket arhitekturës, sa i përket arkitektëve, sa i përket artistëve dhe krijimtarëve. Ne duhet patjetër të krijojmë identitete të reja. Ne duhet të reinventojmë vetveten, ne duhet të kemi pika konsensuale, pra të pa diskutueshme se kush janë herojt tanë, se cila është ngjyra jonë. Unë shpesh japë marr një shembull. Në ligjëratën time, 2 vitet e fundit me student, pyes patjetër thëmë, ne gjithë jemi shqiptarë, apo jo, dhe po, gjithë jemi shqiptarë, dhe thëmë, në këtë kontekst, do thënë, si një paralele, një grek i cili krijon një objekt në Bregdet atje dhe i përdor 2 ngjyra identifikuese apo identitare, të bardhën dhe të kaltërtën, me patjetër na aludon se me këto ngjyrat flitet për një objekt i cili është bregdetar, mund të jetë mbase edhe në Argjentinë, po jem kontekstin ballkanik dhe dim që është grek. Dhe si të tillë, është e pa diskutueshme për ne se ngjyrat tona janë të pa diskutueshme, apo jo. Dhe auditori me 100 student, zakonisht 80-100 janë aty. Thonë, o prof, ashtu është. Dhe unë gjithmonë them, dhe dihet cilat janë ngjyrat tona, dhe gjysma auditorit thotë kuqezi, gjysma auditorit thotë kaltër dhe verdh. Pra ne kem problem, thanë këto identitetet duhet të ngelin si varieté, por nuk kem pika konsenzuale, bile mendoj që divergjencat është në moment kur nuk kem ato pikat tona përmbledhse apo pikat tona të cilët flas këtu dhe për politikën, flas këtu edhe për jetën sociale, jetën ekonomike tjera me patjetër reflekton arhitekturën. Dhe zgjata, po arhitektura është po e njëjta ajo çfarë jemi dhe ne. Është kaotike, është e bukur, është brutë, është e paparashikueshme, është e paplanifikueshme, është me defekte serioze, po megjithatë aty këtu gjen margaritar. Dhe këto margaritar t'japin shpresë dhe kjo është, besoj edhe, si me thanë, mesazhi më i mirë për arhitektë të ri, arhitektët të ri, të cilët e dojnë profesionin, e ky profesion nuk të bën të pasun, po duhet ta duash shumë që të mirësh me të, dhe pikërisht këto margaritar të cilët unë personalisht identifikoj dhe janë të tillë dhe kemi, mendoj që të bën ta duash dhe të mëtosh që këtë profesion ta mjaftosh.